Fshati Rjoll në Velipoj të Shkodrës, i ndodhur mes lagunës, malit dhe detit, ofron një bukuri të rrallë natyrore. Vitet e fundit, plazhi i Rjollit me rërë të pastër e kurative, si dhe me ujin kristal, është kthyer ndër më të preferuarit për pushuesit. Kreu i qeverisë përmes një pustimi në rrjetet sociale ka ndarë pamje nga perëndimi magjik në Rjoll të Velipojës, teksa dielli largohet ngadalë pas horizontit, duke pasqyruar detin e kaltër nuancat e tij. Plazhi i Rjollit, që deri para pak vitesh njihej vetëm nga vendasit, tashmë po kthehet në një prej destinacioneve më të frekuentuara të Shkodrës përgjatë muajve të verës. Në juglindje të Velipojës shtrihet një fshat i bukur dhe kryesisht i panjohur, Boks Rjoll, i cili së bashku me plazhin e tij të virgjë me ujëra kristal dhe rërën e mbushur me jot, e bëjnë këtë zonë të lakmueshme për turistët jo vetëm vendas, por edhe të huaj. Plazhi i Rjollit ka një ushtrirje prej 4 kilometër në një zonë me pylle duna të vogla rëre. Plazhi i strukur deri para pak kohësh, i shfrytëzuar vetëm nga banorët e këtij fshati, vitet e fundit është kthyer në zgjedhje të mirëfillt për pushuesit jo vetëm shqiptar, por tashmë ka edhe shumë turistë të huaj, të cilët kalojnë ditë të tëra në fshatin Rjoll të Velipojës në Shkodër.